Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Zotit të Madhreshëm, e përshëndesim e qojmë shumë selam e Muhamedit a.s. Njëra nga temat më me vlerë që na i shpjegon feja e që lidhet me Zotin e gjithësisë është se Zoti i Madhreshëm nuk na i vlerëson vetëm rezultatet, por ai na i vlerëson edhe përpjekjet. Nuk është vetëm suksesi apo përsosmëria ato që vlerësohen, por ajo që është në radhë parë është gjithmonë përpjekja. Dhe ajo që Allahu i Madhreshëm dëshiron ta shoh nga njeriu është përherë çështja e përpjekjes. Në Kuranin Fisnik përmenden disa profet që do të paraqiten para Allahut në ditën e gjykimit, por nuk do të kenë pothuajse asnjë ndjekës. Nga këndvështrimi njerëzor, kjo mund të duket sikur ata nuk kanë pas një farë ndikimi, me thonë. Sikurse përpjekja e tyre nuk solli ndonjë rezultat. Por Allahu i Madhreshëm përsëri i jep atyre gradat më të larta në xhennet dhe i shpërben me gjitha të mirat. A thu pse? Sepse Allahu e vlerëson përpjekjen e tyre, mundin e tyre dhe këmbguljen e tyre, insistimin e tyre për ta çuar fjalën e Zotit në vend. Mendoni pak për shembull për historinë e Nuhut a.s. Ai e thirri popullin e tij drejt rrugës së Zotit 950 vjet. Nëse do ta bënim një grafik të progresit për çdo vit, sa njerëz u bën besimtar, grafika pothuajse do të qëndrojë një vend. Domthonë nuk do të ngritet, sepse numri atyre që i besuan vërtet nuk e kalon 100-shin. Pra, me synin e njeriut nuk është se pat ndonjë sukses të dukshëm. Por ajo që bën Nuhun njeri madhështor, ajo që bën njëri ndër profetët më të veçantë të librit të Zotit, nuk është vetëm rezultati, është përpjekja e tij e vazhdueshme dhe e palodhur. Prandaj e evidenton Zoti i Madhreshëm në Kur'an jo vetëm suksesin e tij, por e evidenton përpjekjen e tij. Dhe ky është një mësim i madh për ne. Duhet të jemi njerëz të përpjekjes, sepse para Allahut nuk do të kemi asgjë tjetër përveç përpjekjeve të sinqerta tona. Ndoshta në veçanti ju kisha drejtuar të rinjve, mendoni pak për këtë temë. Çfarë kuptimi ka jeta juaj nëse gjithë jeta kalon vetëm në videolojra, në epizode, në seriale? Mendoj se duhet mendoni më larg se kaq. Jeta nuk është seriale. Jeta është kontribut, është mund. Kur njeriu ka një qëllim dhe përpiqet për të, jeta merr kuptim. Dhe kur jeta merr kuptim, ajo jetë sjell lumturi. Por kur nuk ke qëllim dhe kur nuk ke përpjekje, është vështirë ta dëgjosh dikon kënaqësinë e vërtetë. Sepse njeriu është i krijuar për përpjekje. Allahu i Madhreshëm në Kur'an thot, dhe se përpjekja e tij do të shihet. Pra, do të shihet ku? Do të shihet edhe në këtë botë, mirë po veçanërisht do të shihet në ditën e gjykimit, kur dalim para Zotit Madhreshëm. Zakonisht kur i tregon dikujt CV-n tënde, aty e vendos rezultatin, diplomen, punën, përvojën e kështu me radhë. Por është interesant se në CV nuk mund ta shkruash sa net ke nejt pa gjumë, sa ke pas lodhje, sa ke pas mund, përpjekjet e tua të vazhdueshme, ato nuk dalin letër, por ato regjistrohen te Zoti i gjithësisë, sepse Allahu na gjykon edhe në bazë të përpjekjeve. Në ditën e gjykimit, Allahu nuk do ta shoh jetën tënde vetëm nëpërmjet rezultateve, por ai do ta vlerësoj edhe sipas përpjekjeve, sepse askush tjetër në këtë botë nuk mund ta shoh përpjekjen tënde të vërtetë, sikur që e sheh dhe sikur që e regjistron Zoti i gjithësisë. Madje njerëzit janë krejt ndryshe. Njerëzit shohin vetëm suksesin ose shohin dështimin, por e mira e Zotit është që ai e sheh çdo mund, çdo sakrificë, çdo përpjekje. Pavarësisht këto sakrifica dhe përpjekje, a
arrin me kur sukses apo dështojnë. Prandaj, le të mos nënvlerësojmë kur përpjekjet tona, vetëm pse njerëzit nuk i vlerësojnë, ose vetëm pse njerëzit nuk i kanë pa. Ndoshta për njerëzit nuk ja vlen, por a ja vlen për Zotin, patjetër që ja vlen, sepse i madhi Zot do të na shpërblej specifikisht për mundin dhe përpjekjen që kemi bën këtë botë. Faleminderit shumë.